Ky është Florian Fidani, që rënjët i ka në fshatin Krushov, vetëm 5 km larg krajinës së njohur të Voskopojës, aty ku çdo vit kalon të pushimet, ndërsa familja është vendosur në kryeqytet. Floriani, pasi ka bërë historinë e peshngritjes shqiptare, për shumë vite ka jetuar e punuar në kompani të njohura në Boston të Amerikës. Por së bashku me familjen ata janë kthyer dhe një herë tjetër në Tiranë, ndërsa ai ka vendosur të investojë në Voskopoj, aty ku siç thot vet ka kujtimet më të bukura. Vend Guri është i rënd vendin e vet. Kështu që si ndihesh në shtëpinë tënde nuk ndihesh në asnjë vend botës. Emigracioni ka anët pozitive, shumë anë pozitive, jo thjesht pozitive. Të mëson shumë gjëra të reja, unë më shumë bashkë me familjen time në gjumë zemrën. U kthyem këtu, nuk kemi bërë pishman as dhe drejtimi, biles jam aq rehat sa nuk ka ku të shkoj, punojmë, lodhemi, sakrifikojmë, djersitemi, probleme kemi, nuk themi që çdo gjë shkon vaj, por në fundit kjo është jeta. Voskopoja ka një emër që flet vet, nuk ka nevojë që ta përkufizoj unë. Është një nga fshatrat që dikur ka qenë roli bazë i tregtisë në Shqipëri. Është një nga fshatrat që është njohur në historinë e botës. Unë kam një lidhje sepse normalisht familja ime është me origjinë nga një fshat që quhet Krushova atje sipër. Kanë zbritur këtu në Voskopoj diku rreth 50 vjet përpara, 60 vjet përpara. Dhe unë jam rritur deri në vitet 90 këtu. Gjatë këtyre viteve, jo vetëm në Voskopoj, por edhe në Shipsk, por i kthehen banor për t'i kthyer shtëpitë e tyre në Bujtina për turistët vendas dhe ata të huaj.